Rikthehemi në shije shtëpie, rikthehemi bashkë me Agidën, po përgatisim recetat e ditës sotme. Nga Agida pak më herët erdhi ai byreku i shishëm që të gjithë këtu thanë, nga ekrani goja lëng, merr me mend. Domethënë me sukses. Herët e tjera nuk e di se si u kanë ndukur në shije, po të paktën përpara se të fillonte emisioni kanë për ca komente kështu si që kemi ne këtu brenda stafit të lezetshme, a mos e ti do na gatuar sot, për shembull. Me atë dyshimin, si do jetë. Po me sa duket sot, me sa duket ato më herët kanë qenë të mira, përderisa sot sidomos Arvidi mezi po e pret këtë Arvidi me të. Mezi po e pret byrekun. Tortia do t'i bëjmë pas pak, por unë do doja që fillimisht të bënim ose kafe ose kakao, se unë kam nxjerr kakao për vete, me thënë drejtën. Edhe unë kakao sot. Kakao. Atëherë, ju e dini që me ekspresin ne përgatisim në pak sekonda një super kafe ose një kakao të shishme shumë. Dhe variantet nga Ama Kafe janë të shumëllojshme. Për të plotësuar sigurisht çdo kërkesë për atë konsumator që dikush mund të dojë pak me intensitet më të fortë, dikush dekafeinato fundja, dëshiron që të ketë shumë kapsula në shtëpi, merr me njëherë këtë pakon e madhe, edhe është i qetë për shumë ditë, më shumë se sa një muaj. Këtu në mos gaboj janë 90, por për merak do ta shoh edhe një herë. Është paketimi i madh që ne e marrim 96 që t'je me sakt, ja ku është. Është paketimi i madh plot e përplot me kapsula, të cilin natyrisht ne kemi zgjedhur të kuqen se ai na ka pëlqyer jashtë zakonisht shumë, por ju mund të zgjidhni atë që preferoni. Ndër të preferuarit në këtë staf është edhe kakao. Unë e dua shumë. Dhe do ta përgatisim me njëherë një kakao të mirë tek aparati ekspres që mjafton t'i vendosni ujin, të prisni sa të ngrohet dhe ju sinjalizon vetë pajisja me sinjalin audio dhe sigurisht qëndron gati për të përgatitur me këto dritat e butonave të pa që nuk lëvizin, ja ta vendos kapsulën. Dhe tani, momenti të shtyp butonin që të përgatisim kakaon. Ky është komoditeti që ofron kjo pajisje, të cilën ju mund ta merrni sigurisht në Ama Kafe, nëse shkoni me njëherë në website shop.amakafe.com apo t'i kontaktoni përmes rrjeteve sociale, sigurisht edhe ajo është një mënyrë. Ama Kafe Official në rregull. Tani do vendos tjetrën. Hapim përsëri kapakun, po i njëjti proces. Marrim kapsulën e preferuar. Dhe gati në pak sekonda. Ja, njërën për e lë këtu, dhe tjetrën e bëj gati me njëherë. Faleminderit Ama për prakticitetin që ofroni, duke patur kështu pra në shtëpi, se cili nga ne një aparat ekspres kaq praktik, të vogël në përmas, nuk zë shumë vend, dhe nis ditën me kafen e preferuar nga rehatia e shtëpis. Ja, kjo ishte e gjitha. Këtë kakaon, ne do të shijojmë akoma dhe më Faleminderit shumë, të dumë shumë duart. Do ta kompletojmë gjën. Me atë që kam qefun? Na ka rënë horoskopi, si thot zonja Vjollca. Të shijojmë edhe Insifa. Pas ka gjëra të reja. Ka gjëra të reja sot. Nuk jemi vetëm te muffins. I kisha në majtë të gjuhës kajsi. Muffins kajsie. E kishte sigurisht gjithmonë e ka pëlqyer Agida muffins kajsie ndër të tjera, por sot do zgjedhim kek, si thua. Është me qershi, është me tiramisu, është me çokoladë, kë preferon? Tiramisu. Tiramisu. Ja ta shohim pak sa e mirë është, ja tregojmë pak edhe teleshikuesve. Nga Insifa keni edhe këta kekët praktik të vegjël, shumë të shijshëm, të cilët janë në shije të ndryshme dhe pa diskutim në cilësitë të jashtëzakonshme. Arsyeja e thjesht fare sepse përdorin teknologji moderne, teknologji italiane, është një fabrikë shqiptare që realisht ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Dhe sigurisht që unë e hap kështu. Me rëmujën time. Ja, shisa komode është. Të marrësh paketimin tënd, të lutem. Dhe madje edhe në paketim janë kujdesur që edhe këto kekët e vegjël të mos jenë në qeska transparente, por ti edhe nëse i përzihen për shembull me vete disa lloje, të dallosh që kjo është ajo e tiramisus, ajo tjetra është e qershis. Janë kujdesur që edhe te paketimi i kekëve të vegjël të jetë e vendosur logoja dhe çdo detaj tjetër.
Tani do ta hapim Edhe unë e hapa. do ta shijojmë. Të bëft mirë. Faleminderit. Dihet që unë i bëj kështu hapjet e kekëve. Provojeni, shijojeni dhe ju. Kjo është tër krem, sa e mirë që ka. Më mirë. Pas ka Në goxha tani për krem, ndonjë siç më pëlqejnë mua. thyrime shumë e mirë. Si mund t'ju tregoj? Ja kështu. Se e ndava enkas që ta shihni. A duket? Nëse më ndihmon regjia? Doni dhe ju, e di. Pas pak. Të zuar. E mirë që nga. Në da lëk Arvit tu dhe ngile të aty, shihoj nuk pas e pak. kërkuar. Arviti në fillim deshi brek. Pastaj kur po bëje kafe tha tu edhe unë një kafe. Tani do kek me tiramisu. Po, ç'a tjetë këtu? Po varet si sillesh. Varet si sillesh, Arvit. Çfarë do këta vetëm kërkojnë. Apo jo kati. Qëndron. Varet si sillesh. Do të hidhemi pak te tortijat. Tortijat Tagani janë ato që ne kemi zgjedhur në fakt të sjellim dhe t'ju propozojmë të gjithëve, her pas here edhe me receta, përveç se t'ju sugjerojmë si një pako shumë e mirë e shijshme. Në fakt janë shumë të buta dhe të mira, do ta vëreni këtë. Ka qenë një element, po themi surprizë për mua, kur i pash, i preka këto tortijat Tagani. Jashtëzakonisht mira. Dhe janë aq praktike sa ti mund t'i bësh qoftë vegetariane, qoftë me mish, qoftë me ton, siç do t'i bëjmë ne. E kompleton me shumë përbërës dhe e shijon. Paketojeni dhe e merrni me vete. Ja jepni fëmijëve në shkollë. Ne në këtë rast do të bëjmë një kombinim siç tham me ton, me turshi, me vezë, me shumë pak majonez sa për t'i dhënë atë kremozitetin recetës. Nuk është se kemi synimin, po themi që të ketë shumë sasi majoneze. Mund ta përgatisni dhe vetë. Është zgjedhja juaj. Do bëj edhe një herë tjetër larjen e duarve, me qenë se jam kështu përpara transmetimit dhe preka shumë gjëra. Dhe do të përdorim pak edhe këto kavanozët pema, specin edhe trangujt marinad, që do të japin një super shije. Unë i pëlqej shumë këto lloj recetash se janë i kanë gjitha të mirat. Duke patur turshi, Për mua për patet tranguj marinad, çdo gjë është shumë e shijshme dhe e mirë. Tortija është një pet e lehtë. Ja ku është. Do ta lyej pak me furçën për pjesën e majonezës. Do bëj gati dhe vezët ovital, të cilat i kam vënë të zihen gjatë publicitetit. Po të ndihmoj unë se besoj që janë bërë. I heq. Faleminderit Agida, nëse mundesh që të bësh njërën gati. Nuk do të vësh shumë majonez, se nuk jam shumë me iden që duhet ta shtoj shumë sasi. Do vë pak ton. Do mundohem ta hap. Unë do bëj vetëm një, duke qenë se një kam marrë. Tu. Për të ilustruar një ide. Shpërndaj pak. Ja, një moment. Dhe do bëjmë gati dhe turshit që na duhen për këtë recet. Tham, pra do marrim tranguj, do marrim edhe spec. Yummy. Dje kam bërë një sallata që të mirë me ton. Për dark. E bëra me pak spinaq, me kastravet turshi, me misër, me qik kaperi. Oh, si doli. Se që thua ti Agida, kam filluar një Regjim tjetër. Që në 3 janar e ndëshkova veten. E ndëshkova veten? Për ato ëmbëlsira që hëngra, po. S'pas ke pritur shumë. Jo, nuk durova. Dhe çdo darkë bëj një sallatë. Po mundohem të jenë shumë të mira të veçanta. Dhe dje kishte radhën toni me spinaqin. Po marr më mirë këtë thikën se është si më e mpret. Javës tjetër në emision. Ta sjell? Po. Patjetër. Pse jo? Po të doni ju. Kurse sot kam menduar, kam parë në fakt në internet këtë recetën, me karrot, sallatë me karrot, po shumë karrot, me fileto pule, dhe normalisht ishte me soj, me gjëra kështu aziatike, me pak susa, me pak mjalt, edhe jam kurioze si do dal. Duheshin ato fijet e karrotës shumë të holla. Shpresoj të më dalë mirë.
Marrë dhe një spec, do ta pres në copa. Marrë vetëm një. Më falë, këtë. Shiko, unë njërën vezë e qërova, por nuk ka zirë akoma shumë mirë. Në qëta të të tjera t'i lashtë të zirën pak më shumë. Dakord. Do bëj dhe kuicin Ola, kështu që do e lë këtë këtu, sa të zirën vezët. Se kemi për të dhuruar. Po e pres kështu. Jo, se ka veza ashtu edhe sa edhe 5% të zirë, sa që është ajo shumë e mirë, se mos preferencën time, unë dhe kur e s'kush të verdhen, jo, realisht, të verdhen e lë... Mos e kam qef, ashtu, nuk e di. Thuaj se të pa bërë fare, por, për ata që e duan shumë të zirë, le ta lënë dhe 1 ose 2 minutë më shumë. Base nuk e llogarita. Për 1 minutë besoj që kam gabuar. Pa merak fare se bëjmë kuicin ndërkohë. Se unë nuk kam ndonjë gjë të madhe. Ca recetat e mia janë nga këto të shkurtra, të shpejta, të thjeshta. Kur mundohem të sjell ndonjë gjë, meqenëse se pyesin shumë edhe për pjesën çfarë ha, çfarë të pëlqen të konsumosh më shumë tani, kilogramët, më the të thash. Pak a shumë kjo hyn tek ato receta që unë do ta haja si një vakt darke, për shembull, mbas dite, domethënë. Shko se në përditshmëri, kështu gatuajnë të gjithë. Pastaj në fundjavë mund t'i lejosh vetes. To janë ato vaktet e shpejta kur i bën vetes diçka. Dhe për kushtim. Po për ndonjë tavo, për ndonjë gatim tjetër. Janë super të shëndetshëm. Dakor, unë do pres sa të zihen vezët dhe t'i shtoj dhe vezët dhe pastaj thjesht do ta palos, nuk kam asgjë tjetër për të bërë. Kjo është rehatia të gatuarit me tortilla dhe mund të jenë thashta edhe pak më herët edhe vegetariane vetëm me perime, me sallat, jeshile, mund të jenë me copa pule del shumë e mirë, me pak misër, me pak fasule që mund të jetë edhe shoqëruar dhe me një salcë të kuqe, për të qenë pak si meksikane, po themi ajo, shija me pul, dalin fantastike gjithashtu. Zgjidhini tagani, do t'ju pëlqejnë shumë. Gjithsesi ne me shkrim mund ta japim recetën. Për ata që duan thjesht të memorizojnë, po themi, përbërësit çfarë kishin për tortillat, keni tortilla, tagani, ton peshku, vezë të zira, kastraveca turshi, speca gogozhare, krip, vaj ulliri dhe majonezën që e vendosëm pak fare. Tani, unë po kaloj aty, Agida, ti shijo kakaon për shefin tënd, bashkë me insifën, me kekun insifa, dhe unë do të spostohem këtu për të zhvilluar kuicin e ditës së sotme me Ola, shpallim kuicin. Atëherë, unë uroj shumë që ju t'jeni të vëmendshëm kur ju flas veçanërisht për produktet këtu. Se është një hapësirë që jo vetëm natyrisht shërben për të falenderuar partnerët tanë, por është gjithashtu shumë e rëndësishme që edhe ju si konsumator të dini se çfarë blini në momentin që shihni për shembull që përdoret këtu, ta dini se çfarë ndërtimi ka si ose përpunimi ka si produkt për mbajtje të tjera me radhë. Pak a shumë, jo a thash çfarë do pyes. Shkojmë tek telefonata. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe, me kë flas? Me Remi nga Tirana. Me Remi nga Tirana, gëzohem shumë hera parë kam përshtypjen që flasim. Po. Po, gëzohem. Atëherë, me Remi, unë sot kam zgjedhur një pyetje pak më të vështirë se herët e tjera. Por do të ndihmoj. Mirë? Po. Presoj shumë që të më kesh dëgjuar pak më herët teksa flisnim për pastat Ola. Ishe këtu gjatë recetës së parë? Po. Në rregull. Pastat Ola, që ndoshta dhe regjia do më ndihmojë me ndonjë plan nga afër. Më thuaj vetëm 3 karakteristika të këtyre pastave dhe 25 kg miell Ola janë për ty. 3 karakteristika që unë i them her pas here këtu, sa herë flas për pastat Ola. Shiko pak te paketimi. Lexo pak. Po, albronzo, farfalle, rigate. Ja, një sekond. Pra, në bronz, pllaka bronzi, po, për punimin në pllaka bronzi, një karakteristikë është e saktë. Me çfarë bëhen këto pastat në përmbajtje? Me çfarë lloj gruri? Grurin integral. Grurin e fortë. Okej, po i quajmë edhe këtë të dytën dhe një karakteristikë të fundit të tretë. Të lutem, nga të gjitha ato që unë them s'ke memorizuar ndonjë? Mund ta konsumojnë të gjithë.
Ose kur shkojmë në market, çfarë është gjëja e parë që ne shohim kur zgjedhim mes produkteve përveç llojit, domethënë? Mielli. Jo, ke shkuar ti për të bler pasta në market? Po. Edhe i shikon gjitha variantet aty. Format. Poshtë produktit, çfarë shikon ti, çfarë vendos marketi aty që të zgjedhësh ti pastaj dhe thua çmimi, pra çmimi ekonomik do të ishte për pastat. Zemër, dhurata është e jotja, e do shkosh në fabrikën e miellit Ola. Përshëndesim dhe atë të voglin ose të voglën, se nuk e di. Oj, vogli, faleminderit. Na keni me jetë se po e dëgjonim. Faleminderit. Kështu që po të le të lirë të vazhdosh të ta ndihmosh, nuk e di çfarë po kërkon ndërkohë. Po, faleminderit. Të përshëndes, të lutem mos harro, dhuratën e merr në fabrikën e miellit Ola. Në rregull, në autostradën Tiranë-Durrës. Në rregull. Të përshëndes. Pafshim. Ishte pyetje e vështirë shumë. Ja dhe aq. Nuk ishte shumë e vështirë, megjithatë njerëzit e dëgjojnë karakteristikat që thua dhe thënë sa e mirë, por pastaj kur vjen puna për të fiksuar diçka pak më shumë. No, ti kështu e do vërtet vezën? Po. Po mirë, ta bëj kështu atëherë. Po mund ta qëroj edhe një tjetër. Hajde ta qërojmë edhe një tjetër. Po, kjo që nga i verdh fare kështu, moj lëngshme e pa bër, po. Kur unë e qërova nuk u du kaq. Si doni kështu vezët? Jo, në rregull jeti, po thjesht si shijoni kështu, bravo. Jo, mandje të skuqura të verdhën nuk e skuq fare. Shije. Shije shtëpie. Ne do të vazhdojmë, sigurisht do ta përfundojmë këtë recet, sepse jemi në fund, vetëm do shtoj vezët dhe do ta palos, ndërkohë po ju kujtoj që në orën e 2 të programit do të jemi me të ftuarit në studio, me ata të cilët do të ndajmë temën e sotme dhe shumë të diskutuar, që të rinjt a preferojnë të fitojnë paratë shumë shpejt në këto ditë, vërtet? Shumë. I duan lekët kështu pam pasurohen. Duket vetja, domethënë ndonjëherë ne që punojmë, ndonjëherë edhe më shumë se sa. S'merr kemi veshit. Po. Ore ku jetojmë xhanë? A jemi në këtë vend a nuk jemi? A merr vesh nga jeta ti apo si e gjë fare, se vinë që janë goxha më të vegjël se ti, t'japin mend, mbase kanë pritshmëri të larta dhe jemi ne ata që jemi gabim. Se di me thënë të drejtën, po jemi edukuar me sa duket ndryshe. Dhe kemi marrë shëmbujt të tjerë në jetën tonë, ndoshta edhe shëmbujt ndikojnë në këtë pikë. Veza, rruga e shkurtër jo gjithmonë. Po, të nxjerr më gjatë, thonë. Të nxjerr keq mbi të gjitha, zakonisht. Ku ta vendosun këtë pastaj këtu? Jesh një palosi dhe pastaj do ta vënë në një pjatë si kjo, mjaftueshëm, meqense do e palos pak. Zemër në rregull është se Urdhëro Katerina. Faleminderit shumë për ndihmën. Besoj që tani është okej gjitha. Shumë mirë është. Kresim disa feta. Kjo është shumë e nxehtë tani, po gjithsesi unë do ta vendos kështu. Vezë, ka proteine, tham. Sërish të piramida ushqimore. Duhet konsumuar veza. Unë mbaj mend edhe. Të ngop më shpejt të mban më shumë. Kaq mbajta mendun nga programi i dieshëm dhe e bura vath dhe vesh. Tani, thjesht do ta palosim këtu, po më ndiqni, po shumë mirë. Edhe do mundohem të bëj një palosje të tillë që të mos më dalin këto pjesët e brendshme. Kjo fakt do donte edhe një stikadent, po gjithsesi unë po e mbaj kështu një herë. Paka shumë pra kjo, një tip burrito jem duket i thon kësaj. Ja këtu. Dhe thjesht do e kaloj në një pjekje të lehtë, ta ul pak nxehtësinë. Sa të marr pak ngrohtësi. Se këto petat. Faleminderit shumë dhëro. Petë tortilla janë të pjekura, thjesht duan edhe pak ngrohje. Dhe kaq ishte e gjithë receta. Agita, faleminderit shumë që e kaluam ditën bashkë. Të lumë shënduar këtu në kuzhinë. Gjithmonë. Dhe tani jemi në anën tjetër, të dyja së bashku. Jap dhe pak pjekje. Receta do të gjeni në rrjetet tona sociale, si gjithmonë.
Thjesht tani do ta kthej dhe nga kjo ana se mendoj se e mori pak formë. Sa i mirë ka dalë. Do një pjatë? Ja, do Ta bëj vendosh këtë aty? kjo. Okej. Dhe kjo ishte e gjitha. E thoni po deshet që nuk doli e mirë. Byreku Ka si dalë është? shumë e mirë. Ka marrë ngjyrë, por do akoma. Në rregull, do të gjeni tham pra në rrjetet sociale të dyja, të keqen e byrekut. Të lumshin duart. Mos e nxjerrë Edhe gjithë ty. nxehtësin kështu jo. Zëna Vjollca nuk do më lejonte ta bëja këtë gjë. Herës tjetër, nuk të hapim, të shkojmë nga xhami.